Ju përshëndesim nga dita e 34 e rrugtimit tim Kassel-Prishtinë, që është sfidë personale imja me qëllim humanitar. Sot mëngjes jam nisur nga qyteti Shabacit pa në drejtim të Prishtinës, ku çdo gjë është duke shkuar siç është më së miri, pa ndonjë problem. Sot deshta ta falenderoj shumë biznesin nga Kasseli i Gjermanisë, Getty House Service, me pronor Muhamet Hasanin, i cili përkra këtë kauzë humanitare me 300 euro. Pra, Meti, shumë faleminderit nga ju. Po jo vetëm nga ju Met, po nga gjitha bizneset dhe njerëzit e vullnetit mirë. Ju falenderoj gjithve. Çka mund t'ju them? Kësaj sfide apo kësaj kauze janë duke ju përgjegjur çdo ditë me vjetra njerëz. Pra, faleminderit gjithve. Shihemi herë tjetër.